Mos si bani dhamë Turki. Unë jam doktor Mustafa, dje ka ardhur një klient i cili kishte bë krejt dhomët frontal, poshtë edhe nalt, i kishte bë me kurora në Turqi. Veç shka me pa, komplet, mishi i dhomëve ju kanë zi. Jemi detyru dhomët e përpara me bë endodonti, domethënë mbytje e nervit, kur e kemi pastru komplet ai kelbi tu i dal prej dhomëve. Unë nuk e di çfarë doktora janë me pas fuqi këtyre doktorave komplet ja u kisha anulu diplomën. Vetëm për përfitime materiale të veta, edhe e din që këto pasoja mundën me ardhë, vetëm për përfitimet e veta i bëjnë këto sene. Unë e kuptoj normal ka raste që nevojitet mu bë kurorat. Për shembull nëse dhami nuk ka sasi të mjaftueshme substancës që blomba mu mbajt. Okej, e ban. Por jo ti vetëm për me fitu pare komplet ja ka vesh dhomët e nalt edhe dhomët e poshtme me kurora. Edhe mu kanë kurorat bukra, okej, e kuptoj, të bardha, as nuk janë estetike, po dokën krejt që janë fake. Nuk e di që shpi pëlqen njerëz nuk po mu mi kuptu. Ma herët, okej, e kuptoj nuk kam pas ku me ba research. Tash, koha e internetit, njeri kur do me ba një ndërhyrje kaq të madhe, mundet pak me hulumtu edhe me këqyr që nuk janë hiq shnetshme. Këshilla jeme si doktor çka është për juve. Unë e kuptoj që disa ndoshta nuk jeni të kënaqur se si duken dhomët e juj, por një sen kur mos harroni, dhomi i juj është 100 herë më i mirë se sa një dhomë që është artificial. Edhe për ata që veç tashmë i kanë bën këto kurora, këshilla jeme është pastroni sa më mirë që t'jetë e mundshme. Ka peja që quhen Superfloss, përdoren për pastrimin ndërmjet këtyre urave, kurorave që i keni për mrena. Pe përmbylli videon me një thanje të një profesorit tem që thojke nuk është me rëndësi nëse e ki dhomin e shtremt ose e ki pak të hapëm, po me rëndësi është me pas të pastër.